Kur thyen rregullat dhe hesht shtëpia, zarfi i zi, në shtëpinë e Big Brotherit, çdo gjë është ndërtuar mbi një ekuilibër të brisht. Rregullat janë shtylla që e mbajnë lojën në këmbë, kufit që ndajnë strategjinë nga kaosi, lojën nga shkatërrimi. Banorët hyjnë aty duke e ditur këtë, duke firmosur në heshtje një marrëveshje morale, gjithçka lejohet përderisa nuk shkelet rregulli. Por kur rregullat thyhen, loja ndalon frymën. Dhe pikërisht atëherë vjen zarfi i zi, ai nuk vjen kurrë si surprizë e gëzueshme. Nuk vjen me dritë, as me muzikë. Ai vjen me heshtje. Një heshtje e rëndë që bie mbi shtëpi si një perde e zezë. Edhe para se të hapet. Ai flet. Sepse zarfi i zi është simbol. Është paralajmërim. Është gjykim, në ato momente, shtëpia ndryshon fytyrë. Banorët që pak minuta më parë qeshnin, debatonin apo bënin plane, pa pritur heshtin. Syt ulen. Frymëmarrja rëndohet. Çdo kush fillon me u kthye mbrapa në mendje, çfarë kam thënë? Çfarë kam bërë? A kam shkelur ndonjë vijë, sepse zarfi i zi nuk pyet. Ai nuk negocion. Ai vjen vetëm kur diçka është thyer, thyerja e rregullave, momenti kur loja del nga binarët, rregullat në Big Brother nuk janë thjesht formale. Ato janë garancia që loja mbetet e drejtë, që eksperimenti social nuk kthehet në anarki. Kur një banor flet për gjëra të ndaluara, jep informacione nga jashtë, përdor dhunë verbale apo fizike, ose cenon integritetin e lojës, ai nuk po dëmton vetëm veten. Ai po cenon gjithë shtëpinë, dhe kjo është arsyeja pse thyerja e rregullave ndjehet si tradhti kolektive. Në atë moment, tensioni nuk është vetëm për ndëshkimin. Është për pasojën. Sepse çdo shkelje ndryshon balancat. Aleancat fillojnë me u dridh. Strategjitë shemben. Dhe besimi, ai që mezi ishte ndërtuar, qahet, zarfi i zi është reagimi i Big Brotherit ndaj kësaj thyerjeje. Është një mënyrë për me thënë, këtu ka kufi. Dhe ju i keni kaluar. Momenti i leximit, kur fjalët peshojnë më shumë se zëri. Kur zarfi i zi hapet, zakonisht një banor ngrihet për ta lexuar. Zëri i tij nuk është më ai i zakonshmi. Ai dridhet edhe kur përpiqet të duket i fortë. Sepse fjalët brenda zarfit nuk janë neutrale. Ato janë të drejtë për drejta. Të ftohta. Pa emocione, çdo fjali është si një goditje. Big Brother ka konstatuar shkelje të rënda të rregullave. Vetëm kjo fjali mjafton për me ngrirë shtëpinë, pastaj vijnë detajet. Çfarë është thyer? Kush është përfshirë? Dhe më pas, pjesa që askush s'do ta dëgjojë, ndëshkimi. Në ato sekonda, kamera kap gjithçka, fytyra që zbardhen, buzë që shtrëngohen, sy që shmangen, duar që dridhen. Sepse edhe ata që nuk janë drejt për drejt fajtor, e ndjejnë peshën. Në Big Brother, askush nuk është kurrë plotësisht i shkputur nga tjetri, frika kolektive. Kur shtëpia mban frymën, zarfi i zi nuk ndëshkon vetëm individin. Ai ndëshkon atmosferën. Pas leximit të tij, shtëpia nuk është më e njëjta. Heshtja bëhet më e gjallë. Bisedat më të kujdesshme. Çdo fjalë peshohet 2 herë, banorët fillojnë me e pa njëri tjetrin ndryshe. Kush foli? Kush e çoi lojën deri këtu? Dyshimi mbin edhe aty ku s'kishte ekzistuar. Disa ndihen fajtor. Disa ndihen viktima. Disa ndihen të tradhtuar. Por të gjithë ndihen të ekspozuar, sepse zarfi i zi ua kujton të gjithëve një të vërtetë të thjeshtë. Big Brother sheh gjithçka, ndëshkimi, drejtësi apo shembull, ndëshkimet e zarfit të zi janë të ashpra, pikërisht sepse duhet të jenë të tilla. Ato nuk kanë për qëllim vetëm të korrigjojnë shkelsin, por të japin mesazh. Ndonjëherë është nominim direkt, ndonjëherë është përjashtim, ndonjëherë është humbje privilegjesh, por pavarësisht formës, ndëshkimi lë gjurmë. Për banorin e ndëshkuar, loja ndryshon rrënjësisht. Ai nuk është më thjesht konkurrent. Ai bëhet shembull. Dhe kjo peshon rënd. Sepse në sytë e publikut, një shkelje rregulli është më shumë se gabim, është karakter. Publiku, gjykatësi i heshtur, jashtë shtëpisë. Publiku sheh gjithçka nga një kënd tjetër. Zarfi i zi nuk është vetëm një moment televiziv. Është një pikë kthese në perceptim. Publiku gjykon. Analizon. Ndëshkon ose fal, dikush e sheh shkelsin si të padrejtë, dikush tjetër si viktim të presionit, dikush si lojtar që e teproi, por një gjë është e sigurt, pas zarfit të zi, asgjë nuk harrohet lehtë, pasojat afatgjata, kur loja vazhdon, por plagët mbesin, edhe pasi zarfi i zi mbyllet, efekti i tij vazhdon.
Banorët bëhen më të ftohtë, më strategjik, më të rezervuar. Loja humbet pafajësinë e saj të fundit, besimi ndërtohet më vështirë. Çdo aleancë shihet me dyshim. Çdo fjalë interpretohet. Zarfi i zi i kujton të gjithëve se kjo nuk është vetëm një lojë shoqërore. Është një provë karakteri. Një pasqyrë që zmadhon gabimet, përfundim, kur rregullat janë më të forta se loja. Big Brother është një lojë, por rregullat e tij janë ligj. Dhe zarfi i zi është zëri i atij ligji. Ai nuk vjen shpesh, por kur vjen, ai ndryshon gjithçka. Ai ndalon kohën. Ai zbret maskat. Ai vë drejtësi, sepse pa rregulla, loja humb kuptimin, dhe pa zarfin e zi, rregullat do të ishin vetëm fjalë. Në fund, zarfi i zi nuk është armiku i lojës, ai është kujdestari i saj. Kur një grua mbledh gjërat e saj me logo e gjak, e se mbi dhunën, poshtërimin dhe humbjen e dinjitetit në Big Brother Kosova, hyrje, pamje që nuk duhet të ekzistonin. Ka pamje që televizioni nuk duhet t'i prodhojë kurrë. Jo sepse janë të forta, por sepse janë të gabuara. Pamja e një gruaje të përlotur, me shenja gjaku të dukshme në fytyrë, që ecën nëpër shtëpi duke mbledhur gjërat e saj personale, nuk është dramaturgji. Është dëshmi e një dështimi njerëzor dhe televiziv. Në atë moment, Big Brother Kosova nuk ishte më një reality show. Ishte një skenë ku dinjiteti njerëzor ishte thyer para kamerave. Lotët nuk janë strategji, lotët e bias nuk ishin pjesë loje. Nuk ishin taktik. Nuk ishin performancë. Ishin reakcion i pastër njerëzor pas dhunës dhe poshtërimit. Një njeri që mbledh rrobat, sendet personale, kujtimet e veta, në heshtje ose mes lotësh, nuk po luan. Ai po përpiqet të mbrojë veten nga një ambient që është bërë i pasigurt. Kjo është një pamje që çdo shoqëri duhet ta marrë seriozisht. Gjaku në ekran, fundi i çdo justifikimi. Kur në ekran shfaqet gjak, pavarësisht nga detajet, çdo debat mbyllet. Nuk ka më kush e nisi. Nuk ka më provokim. Nuk ka më emocione të forta. Ka vetëm një të vërtetë, kufiri është kaluar, gjaku është shenjë dhune. Dhe dhuna nuk negociohet. Nuk relativizohet, nuk zbukurohet me fjalë. Mbledhja e gjërave, simboli i dëbimit, akti i mbledhjes së gjërave personale është një nga gjestet më të rënda psikologjikisht. Ai nënkupton humbje sigurie, ndjenjë përjashtimi, dorëzim përballë dhunës. Kur një banore detyrohet emocionalisht të mbledhë gjërat e saj pas një akti dhune, mesazhi është i qartë. Ajo nuk ndihet më e mbrojtur. Dhe askush nuk duhet të ndihet i pambrojtur në një ambient të kontrolluar nga produksioni. Poshtërimi si formë dhune. Dhuna nuk është vetëm goditje. Dhuna është edhe ulërima, kërcënimi, hedhja e sendeve, përzënia simbolike. Të gjitha këto krijojnë një klim ku viktima shpërbëhet emocionalisht. Poshtërimi është dhunë e heshtur, por me pasoja të gjata. Një grua përballë një sistemi që dështoi. Në këtë episod, Bia nuk përballet vetëm me një person. Ajo përballet me një ambient të mbyllur, kamera që regjistrojnë gjithçka, mungesë reagimi të menjëhershëm. Kjo e bën përvojën edhe më traumatike. Sepse dhuna nuk ndodh në errësirë, ndodh në dritë dhe askush nuk e ndal menjëherë. Turpi nuk është personal, është kolektiv. Ky episod nuk është turp vetëm për individin që ushtron dhunë. Është turp për formatin. Turp për median, turp për çdo përpjekje për ta relativizuar, sepse kur një grua qan dhe mbledh gjërat e saj me shenja dhune dhe kjo shndërrohet në kontent, shoqëria ka humbur busullën morale. Viktima nuk analizohet, mbrohet. Një nga gabimet më të mëdha pas dhunës është analiza e viktimës. Pse ishte aty? Pse foli? Pse u afrua? Këto pyetje janë të gabuara. Viktima nuk analizohet. Viktima mbrohet. Gjithmonë Reality show dhe përgjegjësia morale. Reality show kanë fuqi të madhe. Ato ndikojnë në perceptime, në norma, në sjellje. Kur dhuna transmetohet pa dënim të qartë, mesazhi është i rrezikshëm, se dhuna sjell vëmendje. Media ka detyrë të tregojë kufi. Jo t'i fshi, Një pasaport nuk e bën askënd më pak njeri. Fakti që viktima është shtetase e huaj nuk e ndryshon thelbin. Ajo është njeri. Me të drejta, me dinjitet, me trup që nuk duhet prekur me dhunë. Mikpritja nuk është slogan, është sjellje, që përfundim, pamje që duhet të na zgjojnë, pamja e Bias, e përlotur, me shenja dhune, duke mbledhur gjërat e saj, nuk duhet të harrohet. Jo për sensacion,
por si kujtesë se dhuna nuk është kurrë argëtim, sepse loja përfundon. Sezoni mbyllet, por dinjiteti i thyer nuk riparohet lehtë, dhe nëse nga ky episod nuk nxirret një mësim i qartë, se dhuna nuk tolerohet, nuk relativizohet dhe nuk shitet, atëherë humbja nuk është e një banoreje. Është e të gjithëve.